me arma përdeshme. Lutem, keni shantazh qytet. Kjo është doan përmes zhurmës deri ky debati është e vërteta. 5 vjet ku është rezultati i reformës së drejtësia. E por, nëse folim për reformë të sistemit drejtësisë, nuk mundesh me konsideru me bërë reformë të sistemit drejtësisë, tu dalë tu i shantazhu prokurorët dhe gjyqtarët me arma të përdeshme. Lutem, keni shantazhu publikisht emrat prokurorëve dhe gjyqtarëve keni vendosur për qytet. Kjo është e tmerrshme. Nuk ka asnjë kompetencë kriminaliste nuk e ka në zgjedhjen e prokurorit. E din shumë mirë që shkon procesi. Kemi platformën që 5 vendin ku sistem drejtësisë pa horë platformën Ju kisha kërkuar mos me ndërhyjë njëri tjetrin. Mos me ndërhyjë njëri tjetrin. Doan përmes zhurmës deri ky debati nuk ka më punë. Okej. Faleminderit Adnan Artan. Veç pak. Po i ndërhyjni njëri tjetrit. Unë respektova këtë, nuk i ndërhyjna. Pra, nëse do me bërë reforma bëhet me rregulla, jo tu shantazhuar armat prokurorëve dhe gjyqtarëve. Nuk mundemi në këtë shtet me blokur prokuror kondon kryeministri, po do tu zbatu normat dhe rregullat. Kjo është e vërteta. 5 vjet ku është rezultati i reformës së drejtësisë. Faleminderit. Artan. Këtu po shpërfaqen, që është vërteta, edhe interesat që ekzistojnë të këtyre partive politike që kanë qeverisur për gjatë këtyre viteve edhe në sistemin e drejtësisë. Sepse unë jam i bindur për diçka tjetër. Veç pak që ta përfundoj, mos i ndërhyjni. Interesat e Martin Berishaj. A mundem se po ndërhyj edhe çfarë? Shkam, a mundet me përfunduar dhe ta jap fjalën? Sepse unë kam bindjen, sepse ka një konsenzus të përgjithshëm të organizatave të ndryshme që monitorojnë sistemin e drejtësisë dhe institucionet publike që korrupsioni në Kosovë ka qenë i lartë dhe i fokusuar tek zyrtarët e lartë publik gjatë qeverive të shkuara. Dhe ndërkohë që ka pasur politikë ndëshkuese tepër të asnjë zyrtar i lartë publik sot nuk është në burg për shkak të korrupsionit. Dhe vërtetë vetëm një gjë. Dhe unë atë që strategjia këtyre partive politike opozitare që vetëm pak. Rrykoa jote përparimi po pret. Faleminderit 30 sekonda. Njerëzit e tyre në prokurori dhe në gjykatë, pastaj fillon apozimi e